Me 30 korrekt 2026 në Kuvendin Komunal në Istog, u mbajt promovimi i monografisë Heroi Selman Kadria 1906-1938, vepër e historianit dhe studiuesit të mirënjohur, zotri Sali Kabashi. Prania e të ftuarve në këtë ngjarje ishte dëshmi e respektit të thellë që gëzon historia jonë kombëtare. Njerëzit ja kushtuan jetën lirisë, si dhe autorët që me përkushtim punojnë për ta ruajtur dhe dokumentuar të vërtetën historike. Në këtë promovim morën pjesë shumë mysafir, ndërsa kënaqësi e veçantë ishte pjesëmarrja e bashkëdhetarëve tanë, të cilët e ndëruan këtë aktivitet me praninë e tyre. Aktivitetin e hapi me vargjet e tij artisti Halil Tetaj. Përshëndetje të gjithëve. Sali Kabashi, urime për këtë vepër, mos qoftë e fundit, të na gëzosh edhe me vepra tjera. Ismail Kadare, vdekja e generalit. Ai hesht, i lidhur me hekura e zinxhir, në flokët gjak, pluhur, e thinje, në syt shkretir. Fol general, thret sultani i zi, shpetoje ymrin e zotit Golem Mojsi. Sa të rëndë hekurat e zinxhiret, sa të mpira gjymtyret, frymarrje e rëndë. Pse nuk flet general Golem, pse? Ti vdeku nuk je, ti mejt nuk je. Përgjigjet a herë generali me nam, jam i vdekur. Jam i vdekur për derisa sonë të këtu jam. Sultani hesht e hesht. Generali që ka i vdekur, hidhuani bishave në kafaz, kërkëllim zinxhirësh e hekurash, frymarrje luanësh, ulurima, kuje, lemëri, general Mojsi, general Mojsi, general, ju falemnderit. Më pas fjala ju dha profesorit historianit zotri Isof Mavraj, i cili kishte përgatitur edhe mirënjohje për profesorin Sali Kabashi, si dhe për nipin e heroit Selman Kadria, zotri Agran Hasanaj. Përshëndetje për të gjithë, në emër të shoqatës historianëve Ali Hadri, ju përshëndet të gjithë të pranishme dhe në herit përgëzoj profesorin Sali Kabashi për një punë brillante që ka bërë në shkrimin e historisë tonë kombëtare shqiptare. Ka shëndrit një figurë më eminente të kombit tonë shqiptar që ka lënë gjurmë në historiografinë tonë kombëtare shqiptare. Unë nuk isha me zgjatë shumë, ju përshëndes se vetë veprat e Salihut po flasin vetë. Kjo vepra e dytë e profesorit Sali, unë e përgëzoj dhe uroj si kryetari i shoqatës së historianëve dhe njëkohësisht i uroj që të vazhdojë në punën më të tjeshme. Urime Sali në punën më të tjeshme. Ne shoqata e historianëve Ali Hadri në Istog kemë përgatitur 2 mirënjohje, heroi ton kombëtar Sali Kadria, i cili qiti pushk dhe vrau qetnikun, i cili vrante gra, plesë të fëmijë. Salihu e ka shëndrit në mënyrë brillante, në mënyrë historiografike, në mënyrë në përmes burimeve historike, që ka është për të lavdruar. Unë veç kom fjalë të mira, si shoqat e përgëzojt dhe uroj Salihin edhe për veprën e parë, në mënyrë simbolike, ne shoqata ku edhe vetë Salihi është pjesëtar i kësaj shoqate, e përgëzojt dhe uroj me një mirënjohje, se pari e thrasë nipin e Selma Kadris, do të thotë Agran Hasanaj që ta merë mirënjohjen për heroi tonë më eminent, më të madh të gjitha kohrave Selma Kadri. Hajde, Agran, urime. Dhe profesorin Sali për punën thashë e ka bërë brillante në shkrimin e historisë tonë kombëtare.
një punë të jashtëzakonshme, punë studioze, unë veç e uroj dhe përgëzoj. Urime profesor. Respekt. Në vijim, fjalim përshëndetës, mbajtja dhe drejtoresha për kulturë, rini dhe sport, zonja Era Rexhaj. Të nderuar të pranishëm, i nderuar autor i librit Zotri Sali Kabashi, të nderuar familjar të herojit Selman Kadria. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që sot në kuadër të ditëve përbashkëdhëtare të jemi së bashku në promovimin e librit, të dytë të autorit Sali Kabashi. Selman Kadria është figurë që nuk i përket vetëm një që nuk i përket vetëm një periudhe historike, por është simbol i guximit dhe dashurisë pa kushzuar për atë dheun. Andaj, edhe në emër të kryetarit të komunës së Istogut, Zotri Ilir Ferrati, dua të shpreh mirënjohjen dhe të përgëzoj autorin për përkushtimin e tij në dokumentimin dhe promovimin e figurave të rëndësishme të historisë sonë. Gjithashtu dua të ju falenderoj secilin për jush për praninë dhe mbështetjen e vazhdueshme ndaj librit dhe kulturës. Faleminderit. Drejtoresha e përmendi ditët e bashkëdhëtarëve. E kush meriton më shumë duart trokitje edhe mirënjohje se bashkëdhëtarët, dëgjuesit edhe shikuesit e mediumit tonë të RTV Fontanës, të radio televizionit të Fontanës në krye me drejtorin Zeqir Mehmetaj, të cilët nga televizioni erdhen drejt në këtë promovim ku e kanë nderuar edhe mendoj që i kanë dhënë sot një ngjyrë të veçantë këtij promovimi. Faleminderit, mirë se erdhët dhe meritoni një duar trokitje. Fjallën mori dhe recensenti i librit, Zotri Berat Dajako. Përfaqësues të komunës së Istogut, nderuara familja Hasani, pasardhës e heroit kombëtar Selman Kadria, i nderuar autori i librit monografik Sali Kabashi, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj. Kam nderin dhe kënaqësinë që sot jam para jush, ku do të prezantoj recensionin tim mbi librin Selman Kadria. Shfrytëzoj rastin ta falenderoj autorin, njëherit koleg dhe mik i imi, për besimin e dhënë që unë të jem recensent i librit të çmuar për lexuesin në përgjithësi si dhe për istogasit në veçanti. Recensioni i monografisë Selman Kadria 1906-1938 i autorit Sali Kabashi, monografia Selman Kadria e autorit Sali Kabashi paraqet një përpjekje serioze dhe të strukturuar për të ndriçuar jetën dhe veprimtarinë e një figure të rëndësishme historike në rajonin e Istogut dhe më gjerë. Që në fillim vepra shfaq një përkushtim të thellë emocional dhe kombëtar duke vendosur figurën e Selman Kadris në kontekstin e rezistencës shqiptare kundër represionit serb në periudhën ndërmjet dy luftrave botërore. Një nga vlerat kryesore të kësaj monografie është ndërthurja e burimeve historike me rrëfimet gojore dhe traditën popullore. Autori arriti të sjellë një pasqyrë të gjerë të ngjarjeve duke përfshirë analiza të ndryshme mbi episode kyçe të jetës së Selman Kadris, veçanërisht lidhur me aktin e tij të njohur historik, siç është vrasja e kriminalit të asaj kohe Miliç Kerstan. Struktura e librit është e qartë dhe organizuar mirë duke filluar me trajtimin e gjendjes politike në Kosovë para luftës së dytë botërore për të vazhduar me jetën dhe përjardhjen e Selman Kadris, veprimtarinë e tij dhe përjetësimin e figurës së tij në kulturën popullore. Autori përveç kësaj shkon edhe me tej, përveç përmbledhjes së këngëve popullore në të cilat ka gjetë vend herojën kombëtar, do të thotë autori edhe ka bë analizë të këngëve të njohura në popull, siç janë këngëtarët Ibi Zhbroja dhe Fatmir Bojra, Rifat Berisha dhe duke vazhduar me këngët e Bitë Sejf Mleqanit dhe kështu me radhë. Përveç përmbledhjes, autori ka arritë të bëjë edhe analizë të thoktë mbi këto këngë popullore dhe të sjellë fakte dhe dëshmi që edhe ato këngë janë dëshmi e gjallë e jetës dhe veprimtarisë së heroit tonë.
Kjo ndarje e kapitujve ndihmon në kuptimin më të plot të figurës së tij në raport me rrethonat historike. Autori tregon për kushtimin në mbledhjen dhe përpunimin e materialeve, duke u mbështetur në dokumentet të kohës, rrëfimet të trashëguara dhe burimet të ndryshme që pasurojnë përmbajtjen e librit. Vepra synon të sjellë një pasqyrim sa më të besueshëm të ngjarjeve dhe kontribuoj në ruajtjen e kujtesës historike për këtë figurë të rëndësishme. Pra të dashur dëgjues, vetëm në këtë formë, siç ka vepruar Salik Abashi, autori, mund të arrujmë nderin dhe respektin për herojt tonë kombëtar anë mban Kosovës, e në këtë rast për herojin nga Istugu Selman Kadria. Dhe më thonë, ajo që ka shkruhet mbetet dhe vetëm kështu e nderojmë më së miri çdo figurë kombëtare të vendit tonë. Në përfundim, kjo monografi ka vlerë të veçantë historike dhe kulturore, duke shërbyer si një burim i rëndësishëm për njohjen e së kaluarës dhe për ruajtjen e trashëgimisë kombëtare. Ajo është e dobishme për studiuesit, studentët dhe të gjithë lexuesit që janë të interesuar për historinë e Kosovës dhe figurat e saj të shquara. Për fund, ju falenderoj për durimin dhe për dëgjimin, po ashtu falenderoj edhe një herë autorin që më ka besuar, dhe më thonë recensionin e këtij librit, dhe jam i nderuar dhe shumë i gëzuar që jam mysafiri juaj sot në këtë kuvend komunal. Dua t'i përshëndes të gjithë qytetarët e Istugit dhe t'i uroj për këtë monografi të shkëlqyer, se tash e tutje mund ta kenë secili prej jush që ta lexoni jetën dhe veprën e heroit ton Selman Kadria. Urime Istug, urime qytetarët e Istugit, faleminderit për ftesën. Për përgatitjen gjuhësore të kësaj monografie, është përkujdesur me profesionalizëm lektorja zonja Ardiana Isufi. Të nderuar përfaqësues të komunës, i nderuar autori monografisë profesor Salik Abashi, i nderuar recenzent Berat Dajaku, i nderuar nip i heroit Selman Kadria Zotri Agron Hasanaj, të nderuar familjar, mysafir dhe gjithë ju të pranishëm. Është nder dhe përgjegjësi e veçantë që sot të jem lektore kësaj monografie kushtuar heroit Selman Kadria, një vepër e rëndësishme e autorit Salik Abashi, e cila sjell para lexuesit jetën, veprimtarinë, sakrificën dhe heroizmin e njërit prej bijve më të denj të kombit tonë. Kjo monografi është fryt i një pune të gjatë e të përkushtuar. Ajo nuk paraqet vetëm një biografi, por një dëshmi historike që na rikthen në një periudhë të vështirë të historisë sonë, ku liria, identiteti dhe atdheu mbroheshin me çmimin më të lartë jetën. Përmes faqeve të këtij libri njohim më afër karakterin e Selman Kadris, vendosmërinë e tij, qëndresën e palëkundur dhe përkushtimin ndaj Kosovës. Në këtë rrëfim shpalosen edhe raportet e tij me Miliç Kërstën, mlefi që kishte ndaj tij dhe mënyra se si me zgjuarsi e guxim arriti ta vendoste në Kurth. Të gjitha këto ngjarje dëshmojnë se Selman Kadria nuk pranonte në asnjë mënyrë që trojet shqiptare të tjetërsoheshin dhe që ky popull i ynë të humbiste identitetin e vet. Një nga veçantitë e kësaj monografie është se ajo hap dritare të tjera kërkimi. Autori sjell të dhëna dhe rrëfime që nxisin lexuesin të reflektojë. Ndërtoi edhe çështjen e prejardhjes së nënës së Selman Kadris, Fatimes, si dhe tragjedinë e rëndë që goditi familjen e saj menjëherë pas martesës. Janë rrëfime prekse, domethënëse, të cilat i japin kësaj vepre një vlerë edhe më të madhe historike e njerëzore. Historia jonë dëshmon se toka e Kosovës është e larë me gjakun e brezave të tërë. Megjithatë, heronjët tanë nuk o dorëzuan kurrë. Ata zgjodhen qëndresën përballë nënshtrimit dhe sakrificën përballë robërisë. Prandaj, emri i Selman Kadris do t'je hoj gjatë në historinë e këtij vendi. Ai mbetet simbol i trimërisë, i dinjitetit dhe i dashurisë së pakushtëzuar për atë dheun. Mbrojtja e dheut ishte misioni i tij, ndërsa ruajtja e kujtesës për veprën e tij është obligimi ynë. Në fund dua të përgëzoj autorin Salik Abashi për punën e palodhshme në dokumentimin e kësaj monografie, recenzentin për vlerësimin profesional, familjen e heroit për ruajtjen e kësaj trashëgimie dhe gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e kësaj vepre.
Ju ftoj që këtë monografi ta lexoni me kujdes, sepse në faqet e saj nuk gjeni vetëm historinë e një njeriu, por një copës të historisë së Kosovës të shkruar me dokumente, kujtime, sakrificë dhe gjak. Ju faleminderit. Një fjalë përshëndetëse mbajti edhe kryetari i OVL, UÇK-s në Istok, Zotri Muhamet Demaj. Të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të komunës, zotë drejtor i arsimit në Embeluli, drejtoresh era, të nderuar familje e Selman Kadris, profesor, autori i librit, të nderuar të gjithë, faleminderit. Sot na ndihem të nderuar edhe si pjesë e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për arsye se na jemi frymzuar kur jemi konë të ri, edhe gjatë lufte, edhe kur nuk jemi konë të armatos bashkëmirë, kur i kemi dalë balë Serbisë me këngët e Selman Kadris. Për qef në atë kohë, unë jam konë student i letërsisë shqipe, e kisha lexuar edhe librin e Selman Kadris, po s'kemi pas atëherë, ta shqyqyr që gjeneratat e reja mujnë me lexu librin e autorit domthon Sali Kabashi, profesorit të nderuar, kështu që për çdo brez, mas brezit që të vjen mjalon kajt copës të historisë së kombit ton, është vlerë. Prandaj uroj për këtë promovim të librit dhe të uroj suksese matutje edhe për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës në ndonjë libër e të vazhdoni me histori. Faleminderit. Kontribut të rëndësishëm në këtë vepër ka dhënë edhe konsulenti i librit Zotri Agron Hasanaj, i cili me njohuritë e tij historike ka ndihmuar në pasurimin dhe saktësimin e monografisë. Njëkohësisht ai është edhe nipi i heroit Selman Kadria, gjë që e bën lidhjen me këtë vepër edhe më domethënëse. Të nderuar të pranishëm, familjar, miq, studius, dashamirë të historisë sonë kombëtare, sot është një ditë e veçantë për mua, për familjen Hasanaj dhe për të gjithë ata që e kanë ruajtur në kujtesë emrin dhe veprën e heroit Selman Kadria. Me emocion dhe krenari po përërojmë librin Heroj, një vepër e shkruar nga historiani i nderuar Sali O Kabashi, i cili me përkushtim, profesionalizëm dhe ndershmëri shkencore ka sjellur para lexuesve jetën, veprën dhe kohën e Selman Kadris. Unë nuk jam autori i këtij libri, merita për këtë vepër i takon autorit Sali O Kabashi. Kontributi im ka qenë të vënë në dispozicion dokumente, kujtime familjare, fotografi, dëshmi dhe materiale të mbledhura ndër vite, me dëshirën që historia e Selman Kadris të dokumentohet sa më saktë dhe të mbetet të shkruar për brezat që do të vinë. Po ashtu me nder dhe përkushtim kam marrë përsipër financimin e botimit të këtij libri, sepse besoj kujtesa historike është një amanet që nuk duhet të humbas. Selman Kadria nuk ishte vetëm pjesë e historisë së familjes sonë, ai ishte pjesë e historisë së Kosovës dhe qendresës shqiptare. Ai jetoi në një kohë të vështirë, por la pas një emër që vazhdoi të jetojë në këngë, në rrëfime dhe në kujtesën e popullit. Libri Heroj është më shumë se një libër historie. Ai është një dëshmi e kohës, një homazh për sakrificën dhe një përpjekje për të ruajtur të vërtetën historike. Sot dua të falenderoj nga zemra autorin Sali Kabashi për punën e tij të palosshme, familjen time për mbështetjen, si dhe të gjithë ata që kanë ndihmuar në ruajtjen e kujtesës së Selman Kadris ndër dekada. Uroj që ky libër të lexohet, të vlerësohet dhe të shërbejë si frymëzim për brezat e ri që të njohin historinë e tyre dhe të respektojnë sakrificat e paraardhësve. Lavdi heroit Selman Kadria. Faleminderit. Gjatë promovimit, disa fjalë përshëndetëse u ndanë edhe nga audienca, ku fjalën mori Zotri Xhevat Zekaj së bashku me pjesëmarrës nga audienca. Faleminderit shumë për ftesën që na keni bërë fillimin e promovimit të këtij libri shumë të rëndësishëm. Përshëndetje për të gjithë ata pjesëmarrës, falënderim të gjithë, sepse nxjerrojnë veprën e një heroi eminent të Kosovës. Pastaj përshëndetje edhe për padronin, për librin e Selman Kadris, për djalin e vajzës së Selman Kadris, Dem Kajtazi është këtu, dhe të gjithë ju tjerë, kemi veçantë për shkaqen e historianëve të historisë së Lirë. Ky libër është
rëndësisë veçantë, sepse është edhe monografia e parë, që po shkruhet për një, jo vetëm për një personalitet, por edhe një periudhë të caktuar shumë të rëndë për popullin tonë. Është periudha e një okupimi shumë të rëndë. Ajo e viteve, domethënë pas 8 vjetës në Europa, veç Kosova zyrtarisht është fut në jurisdiksionin e Jugoslavisë, dhe është periudha e veprimtarisë qeveritare, televizijës nacionale qeveritare, i badët të Komitetit Mbrojtje Kombëtare të Kosovës, të cilës i ka takuar edhe ky personalitet me plejadën tjerë të veprimtarëve si mekanizëm politik dhe ushtar. Mekanizëm politik i udhëhequr nga Hoxha Kadria, Luiz Burakuçi, Bajram Curri, dhe shumë të tjerë, dhe ky dhe sektori ushtarak që i ka takuar sheshi Shmokë dhe Zemganic, dhe akti si i kryer nuk është akt individual, nuk është akt që është kryer për urrejtje nacionale, por është akt i organizuar nga mekanizmat e Komitetit Mbrojtje Kombëtare të Kosovës, të cilët i ka takuar dhe Selman Kadri. Edhe pse për një mas pushimit zyrtarisht të Komitetit Mbrojtje Kombëtare të Kosovës, pjesëtarët e komiteteve në përrethët të caktuara kanë vazhduar veprimtarinë. Ndonë se akti si akt ka bërë një ehol shumë të madhe, sepse Miliç Tersta ka qenë një gjykatar shumë i madh, i cili ka po mjaft zullum në mbi popullin shqiptar, mbi veprimtarë, mbi familje shumë të rëndësishme, mbi familje të cilat kanë rezistuar, por akti si akt për Serbin ka qenë shumë i rëndë. Domethënë është vrarë një vojvodë dhe propaganda e asaj periudhe ka qenë shumë e madhe dhe shumë e rrezikshme me minimizu veprën heroike të Selman Kadris. Andaj është bërë në popullit, gjendja e popullit në atë periudhë ishte shumë e ulët në kuptimin e ngritjes ideore, ngritjes kombëtare. Por, megjithatë, akti i Selman Kadris është përcjell brez pas brezi, qoftë me këngë, qoftë me kujtime, dhe në veçanti historianët tani po e zbulojnë figurën dhe aktin si akt. Aktin heroik Selman Kadris po e zbulojnë një realitet që faktikisht nuk ka qenë i atë që e kanë propagandu edhe kanë lansu në popull dikur mekanizmat e pushtetit. Falenderoj Salika Bashe për këtë vepër që na ke dhënë. Uroj që kjo veprimtaria e Selman Kadris gjurmohet edhe më shumë, sepse ka materiale dhe tjera, ka edhe materiale të cilat nuk kanë dalë në dritë ende, dhe ju falenderoj për këtë vepër kapitale që na ke dhënë. Faleminderit. Një punë e shkëlqyeshme, ka shumë kohë që s'o bën diçka e tillë. Dhe nipit Selman Kadris kuptohet ai e ka me detyrë të këtë funit, është diçka e madhe që ka bën. I ndëgjova librin se kum pa, nuk mund flas për to pa e lexuar. I ndëgjova këta para meje dhe është çdo gjë në rregull, u falenderoj shumë. Tash pak me marr si namën të asaj krahinës, po thom namën të asaj krahinës se kjo familje ka origjinë nga Arxhanica Trime. Ka nej shekuj me radhë në kufi me malin e zi, dhe në atë fshat, në atë krahin, kur kush prej tyne nuk i ka bon 20 djetë, po u bon 40 djetë e kanë vra Kojshia, Malazest. Dhe normalisht torturat, ato krimet, ato masakrat, e kanë detyruar atë popull her pas here, jo të gjithë, po kush ka mujtë më heret e kush më vonë, dhe kanë gjithë si gjithëherë, si që kemi gjithë dhe në gjeneratat të reja, vend strehim, shkollim, përparim, dhe kanë hynë histori si njerëz që trimnin e kanë pru me veti, sakrificat frigën se kanë pas se kanë përjetu me qindra herë, por fati ma dha se kanë gjithë mesin këtu dhe kanë mujtë me u afirmue ata që ka kanë pas në vendlindje. I pava këtu do dilema jo, nona jo, baba jo, komplet janë, po e thëmë, pak jo dallaveret shqiptarve, por shumë bukur dihet për këtë njerë, prej atë ditë që ka vra njeriu më të poshtë, që i ka pas 36 emna të shqiptare më të njoftën të rrethit i stogut në kundakun e pushkës vetë, edhe i ka leviz patriotizmi, i ka leviz gjaku, e shtjen fishekunën
e këshyr e shtjen në pushk, sa ja ep do me dzirë një peshk, kështu më kanë thonë njerëzit ka herë, edhe i thot, mos luaj me pushk, thot jo, që këshyra kem fishek, edhe ja lëshon 5 herë në shpi. Nuk është pak, nuk ka qenë jo trimni, ka qenë një sakrificë madhe, e kjo, a ka qenë organizumë, s'ka qenë organizumë, unë si historian nuk ku mujtë me hasën në të vërteta, ka në për libra mendime, por me pas qenë organizume, ata që e kanë organizuar kishin marrë me vetja, i si që ka kërë punën, o metën rrugë. Atëherë ka provue, zdi është në libër, i kërkoj fali autorit se nështë apo përzijem, ka provue Ahmet Zogu i ka qëtë disa mija lek me shpetu njeriu. Se ka vra kriminellin që i ka bo krimet ma të mëdha në këtë rrëthim. E kanë marrë ndorë disa burra me shpetu me qitë në Shqipëri, e kanë gjetë kufinin e bloku me 1000 ushtarë Jugoslav, e pastaj nuk është problemimi e shohim në libër që kanë thonë. Këta vëzhdeshta një sëqarim se e pava se pak ka kameret, unë jam i sigurt, jam historian që 50 djetë merë me qëto. Me këta që janë le atje, kanë vepru atje, e këta që kanë orë krej, kanë hinë historitë Kosovës. Por Kosovë atje ka është histori e njajtë, histori e dhimshme, por histori shumë krenore. Këta po e thonë, u kërkoj falje paket e prova, por gjdo merit nipit edhe autorit. Faleminderit. Programi artistik u pasërua edhe me një poezi nga poetja Marigona Zekaj, si dhe me një fjalë përshëndetse nga pashk adhetari ynë, poeti Mustaf Rugova. Selman Kadria, në tokën që frymon me gjak e histori, u ngrit një emër si dritë në liri. Selman Kadri, zë i pathyer, flok që kur nuk shuhet, vetëm bëhet me i vyer. Në heshtje nuk jetove as në frik e përullje. Zemrën për atë dhe, pa kushte, pa rrugë të dy fishta e ndale. Në çdo hap tëndin që je hën një betim, për tokën, për flamurin, për çdo shqiptar, mbetesh në shpirtin tim. Plumbi mund ta ndalë trupin, por jo amanetin, se emri yt jeton në çdo brez, në çdo rrëfim të vërtetin. Je frymë që zvdes, je dritë që nuk shuhet, në çdo zemër që atë dheun e do emri yt, përsëritet edhe ndëgjohet. Fillimisht dua t'ju përshëndes të gjithëve. Unë sot në radhë pari përshëndes autorët e këtij libri, këtë djalin Kabashi, që unë e kam vënë me ty shoqëni e bekimin, recensorin, këtë shoqën këtu, ishte shkëlqyshëm e përshëndes sidomos familjarin i cili është sot prezant të akroni. Çka më thonë? Për Selman Kadrin do duhet flisin një 1 milion shqiptar para me. Unë jam i fonit që kam neri me folë. Unë jam i fonit që kam neri me folë për ta. Po në një du me thamë, me potencu. Pushka e Selman Kadris, në kohën kur po flasim, i ka fladit zemrat e të gjitha nanave shqiptare. Po jo vetëm kaq. Po pushtë tjera që kanë jehu marrëve të Kosovës. Ushtëria shtërimtare e Kosovës e ka marrë bekimin për pushtë Selman Kadris, edhe e ka për 3 pushkën e tina. Unë muj më folë ma gjatë. Vjen këtë që nuk ka marrë shumë i papërgaditur, edhe shumë rasisht, e kom një poezi të cilën ja kom dediku Selman Kadris, po gjëna që se kom e veti, një herë tjetër. Ju faleminderit shumë. Në fund promovimi u përmbyll me fjalën e autorit të veprës, profesorit Salih Kabashi, i cili falenderoi të pranishmit dhe nda reflektime mbi rëndësinë e kësaj monografie. Të nderuar të pranishëm, të respektuar kolegë, studiues, familjarë, përfaqësues të komunës dhe dashamirë të librit të historisë tonë kombëtare. Ju falenderoj nga zemra për pranin tuaj në këtë ditë të veçantë për mua si autor, për mbi të gjitha, për një figurë që la gjurmë të pashlyeshme në memorien tonë historike. Sot kemi ndarë kohën që të behemi bashkë rreth një emri që peshon rend në ndërgjegjen tonë kombëtare rreth figurës së Selman Kadris.
libri që po promovojmë sot nuk është thjesht një biografi e radhës, por një përpjekje disa vjeçare, e mbështetur në arkiva, dëshmi dhe ballafaqime shkencore për të ndriçuar të vërtetën përtej miteve dhe për të vendosur në dritën e pastër të historisë një nga aktet më sublime të rezistencës shqiptare në Istog e Megjer. Në kapitullin e parë trajtohet gjendja politike para luftës së dytë botërore, ku Kosova lëngonte në thundrën e një represioni të egër serb. Kemi paraqitur veprimtarin kaçake në territorin e Istogut dhe ballafaqimin e popullatës vendase me makinerinë shtetërore të kohës, e cila synonte shpërnguljen dhe shrënjosjen tonë nga trojet tona. Metej, libri zhytet në detajet jetësore të herojit. Këtu do të gjeni të dokumentuar jetën e tij familjare, të vërtetën e madhe për nënën e tij dhe kundërthenjet që shpesh kanë qarkulluar në popull, e deri të trashëgimtarët e tij që mbajnë gjallë këtë gjak e këtë histori. Zemra këtij studimi rreth një ngjarje sa tragjike, aq edhe heroike, vrasja e vojvodës qetnik Miliç Kërsta. Në këtë pjesë flitet për bemat e tmerrshme të Miliç Kërstës mbi shqiptarët dhe urdhri i tij makabër për vrasjen e 13 shqiptarëve ku në mesin e tyre ishin dhe axhallarët e Selman Kadris. Pjesa ku flitet për vojvodën serb na tregon se sa e rëndësishme ishte eliminimi i një figure të tillë famkeqe siç ishte Miliç Kërsta. Stillet në dritë biseda dhe vendimi i madh në odën e Ali Kabashit për vrasjen e 3 serbëve me famë terrorin në Podgur. Përshkruhet me detaje dita para kohës së caktuar, ku u ndeshën pabesia e pushtuesit dhe heroizmi i pastër i Daloshit që nuk mund të dëronte me shtypjen, ku përfundon me hakmarrje dhe çmimin e lartë që u pagua për liri. Në kapitullin e 4 kam paraqitur tregimin më të pranuar dhe më të rrëfyer në popull, duke ndarë me kujdes atë që transmetohet brez pas brezi nga ajo që fshehin dokumentat dhe nuk tregohen. Selman Kadria nuk mbeti vetëm në arkiva, ai u shndërrua në varg këngësh. Prandaj pjesa e fundit e librit i kushtohet jehonës së tij në folklorin ton. Kemi bërë një analizë të hollësishme të këngëve të interpretuara mjeshtrisht nga Ibish Mulaku dhe Fatmir Bajra. Pastaj edhe variantit të fuqishëm të Rifat Berishës, duke treguar se si populli e ktheu historinë në një monument të gjallë muzikor. Të nderuar të pranishëm, ky libër nuk është shkruar për të mbyllur kapituj, por për të hapur rrugët e një diskutimi të dinjitetshëm e të bazuar në fakte për historinë tonë lokale dhe kombëtare. Selman Kadria e kreu misionin e tij në vitin 1938 me sakrificën e tij sublime, ndërsa misioni im si autor dhe i yni si shoqëri është që këtë sakrificë mos t'ja lëm harreses apo interpretimeve të mangëta e të gabueshme. Ju ftoj ta lexoni këtë libër si një homazh për Istogun, për Kosovën dhe për gjithë burrat dhe gratë që nuk u dorëzuan kurrë. Për fund, dua të falenderoj dhe shpreh falenderimet për gjithë ata që morën pjesë në punimin e këtij projektit të madh e shumë të nevojshëm. Recenzentin Berat Dajaku, lektorën Ardiana Isufi, konsulentin Agron Hasane, i cili edhe e sponsorizoi të gjithë projektin që e kemi sot para nesh, nxënësën tonë të gjimnazit e cila i paraqiti ilustrimet në mënyrë të jashtëzakonshme të vrasjes së vojvodës dhe skenat e tjera, Ornela Mosollaj, dhe të gjithë ata që sadopak jepën një shtytje përpara përfundimit të këtij libri. Për fund, falenderoj atë që meriton madhështinë e pakrahasueshme, nga se suksesi im varet vetëm nga Zoti. Tek ai mbështetem dhe atij drejtohem me falënderim dhe për ulje. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në organizime të tjera. Kjo ngjarje mbeti një dëshmi e gjallë e kujtesës sonë historike dhe respektit për figurat që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në rrugën drejt lirisë.